Hoxha, është e vërtet kjo historia që lind fëmia thot dragua me fenë islame? Nuk ka asnjë argument në Kur'an apo në hadithet e profetit alayhis salam që tregon se lind fëmia me flatra. Zoti i gjithësisë përmend në Kur'an për melajket, që janë krijesa pra që i ka kriju i madhi Zot prej drite. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'", i cili i ka bërë engjëjt të dërguar me 2 ose 3 ose 4 krah. Pra, Zoti i gjithësisë tregon për melajket, por jo për njerëzit. Njerëzit Allahu i lartësuar i ka krijuar në formën më të bukur, më të përsosur. Dhe nuk ka asnjë argument pra në Kur'an apo në hadithet e profetit alayhis salam që tregon se njeriu pra lind me flatra.